Uji i patateve, receta që bën mrekulli për çdo femër. Uji ku janë nxirr patatet ju ndihmon në rikthimin e procesit të flokëve të thinjura, duke ju rikthyer ngjyrën natyrore. Flokët e thinjura janë shenja e parë e plakjes. Pleqëria është diçka nga e cila kemi frikë të gjithë, por që nuk kemi si t'i ikim. Mirëpo thinjat mund të dalin edhe në moshë të hershme. Nëse nuk e dini, peeling i bërë me patate mund t'ju ndihmojë që ju të ndalni procesin e thinjave duke rikthyer ngjyrën natyrore. Efikasiteti i këtij preparati është vërtetuar nga Dr. Anthony, i cili thotë se kjo metodë është më efikase për zgjidhjen e çdo problemi me flokët e thinjura. Duhen nxjerrë patatet në tenxhere dhe duhen lënë të qëndrojë për 30 minuta. Kullojeni tretësirën, lëreni që të ftohet dhe më pas lani flokët me këtë ujë. Përsëriteni procedurën disa herë dhe rezultatet nuk do të mungojnë.